Mëngjesin e sotëm, 27 banesa në fshatin Ferras janë në pushtetin e ujit dhe sipërfaqe të tëra tokash bujqësore nga dalja e shtratit të lumit Vjos. Banorët pohojnë se situata filloi të bëhej alarmante, duke nisur që nga mbrëmja e djeshme, ndërsa kanë mundur të nxjerrin në rrugë baktit dhe mjetet bujqësore. Sipas kryeplakut Zani Hyka, situata paraqitet e rënduar për momentin ku nga 27 banesat e përmbytura 15 janë të banueshme, ndërsa është kërkuar evakuimi një banori të sëmur drejt banesave sociale të Bashkisë Fier. Jemi në një gjendje të rënduar për momentin, janë në zonën e krahut të lumit, kemi 27 familje të përmbytura, rreth 15 familje që janë të banueshme. Ndërkohë problemador mbetet kolektori i Martinës, pasi ka arritur në kuotat maksimale dhe nëse del nga shtrati rrezikohen 160 familje. Kanali i degës Martinës për momentin nuk ka rrezik dhe unë me sa kam folur me punojësit e emergjencës, ka rrezik dhe kam lajmëruar po të thuash 70% të banorëve. Parashikohet për mbytje të rënda. Banorët që rrezikohen ndihen të alarmuar pasi një situatë të tillë nuk e kanë parë prej 6 vitesh. Për momentin jemi mirë, për momentin, po është e rrezikshme. Sepse po fillojnë dhe kolektorat tani po nxjerrin ujin, edhe nga moment në moment mund të vështirësohet më shumë. Po bëjmë një 6 vjet. Që mbytëm sa ato shtëpia një bëjashin net. E din tër njerëzit. Ne jemi në shtrat të lumit, komplet si lagje ky blok këtej. Që nuk kjo është pjesë. U bë thirrje për evakuim? Po. Nuk mund të themi për shembull të ndonjë gjë që nuk është shteti erdhi bilet të emergjencës, erdhën 2 herë, 3 herë. I tham ne po bëjmë këto që mundemi, kaq. Jo faleminderit. Sa herë është përmbytur banesa juaj? Është përmbytur, pothuajse që kur ka filluar 2005 dhe kështu. Janë gjëra që sa herë vin ai do bëj të tin, pavarësisht se sipas nivelit. Janë mobiljet brenda, apo arritët të nxjerrni? Brenda. Çfarë do nxjerr? Del shtëpia ja të supozosh një shtëpi tuaj që e keni der. Baktit do këtu mbi. Baktia jam i detyruar të paktën gjën e gjallë, si themi gjën e gjallë. Shpesët një 50 kokë, ja është një kotet. Unë baja pulat e detit lart, ato poshtë. Dje i hodhëm lart. Që atje dhe tutje menduam se mo i shpëtonim. Në terren, përveç strukturave të emergjencave civile, kanë bërritur edhe forcat e ushtrisë.